Në minutën 35 kemi një pretendim për penalti, vendimi fillestar në fushë ishte për pozicion jashtë loje, pasi asistenti kishte sinjalizuar me ngritje të flamurit. Dhoma e VAR-it intervenon në këtë rast, duke konfirmuar se pozita jashtë loje nuk ekziston dhe lojtari ishte në pozitën të rregullt. Më pas, kontrollohet edhe pretendimi për një penalti të mundshme, duke njoftuar gjyqtarin se lojtari me numër 22 i FC Ferizajt provoi të krijojë kontakt për ta fituar penaltin. Megjithatë, pas konsultimit mes dhomës së VAR-it dhe gjyqtarit, ata pajtohen për një rishikim në fushë OFR, pasi e gjithë situata duhet sqaruar me që nuk kishte ekzistuar pozicioni offside. Pas rishikimit në OFR, gjyqtari kryesor me të drejtë nuk akordon penalti për arsye se futbollisti me numër 22 i FC Ferizajt shihet qartë se për qëllim kishte krijimin e kontaktit, ndërsa portieri nuk bën asnjë veprim shtesë për ta penguar, duke i pasur të dyja durt më herët në tokë. Minuta 62. Gjyqtari në fushë akordon penalti për Dugaxhinin për një tërheqje. Tërheqja është evidente, por pas intervenimit të dhomës së VAR-it, konstatohet se tërheqja ka ndodhur jashtë zonës së penaltisë. Andaj gjyqtari me të drejtë ndryshon vendimin fillestar nga penaltia në goditje të lirë direkte dhe karton të verdh për futbollistin me numër 19 të FC Ferizajt. Minuta 70. Kartoni i dytë i verdh për futbollistin me numër 6 të KF Dugaxhinit është dhënë për ndërhyrje të pakontrolluar ndaj futbollistit me numër 6 të FC Ferizajt. Edhe pse nuk ekziston kontakti, kartoni është dhënë për shkak të intensitetit të lartë të ndërhyrjes. Minuta 89. Pas krosimit në zonë, lojtarit e FC Ferizajt pretendojnë për një prekje në dorë në zonën e penaltisë, por paraprakisht kemi të bëjmë me një faull të qartë në sulm nga lojtari me numër 22 i FC Ferizajt ndaj lojtarit me numër 4 të KF Dugaxhinit. Pas kësaj ndërhyrje, gjyqtari fillimisht vonon bilbylin, sipas udhëzimeve dhe me pas lojtarit e FC Ferizajt pretendojnë për një prekje me dorë nga lojtari me numër 2 i KF Dugaxhinit. Pasi gjyqtari ndalon lojën dhe kthehet te vendimi i tij për faull në sulm, dhoma e VAR-it e konfirmon vendimin e gjyqtarit në fushë, duke vlerësuar se faulli ka qenë evident dhe se prekja e pretenduar me dorë ka qenë në shpatull, konform rregullit për lojën me dorë, i cili sakson qartë se shpatulla nuk sanksionohet si lojë me dorë. Nga tërë kjo situatë kujtojmë që futbollisti me numër 4 i KF Dugaxhinit nuk ka mundur të vazhdojë ndeshjen si pasojë e lëndimit serioz nga kjo ndërhyrje.